Dalim veç pak për fund të çështja e fundit për sot, për lidhjen demokratike të Kosovës. Arlind, qysh po e sheh kri që zhvillim është mbajt kryesia për herë të dytë kanë mbajt mbledhje, kogjatë me orë të zgjatura, për një tërheqje që pritet të ndodhë me tërtënitin apo nuk pritet? Qysh po e shete? Jo, nuk pritet me ndodhë dërheqja e Lomir Abdixhikut. Tash ja kishë ndryshuar emrin nga dërheqja e kishë bërë në votbesim. Nëse për i beson Haloqa e faqe për kuvendi, po dhe për i 355 antarëve që është kuvendi i brendshëm i Lidhjes Demokratike, kështu që nuk përshë që ka qëllimin me dhonë dërheqje, sikur të kishtë qenë... Pse i duhet Abdixhikut në që si postin në qëto rethona? Besej që i mbyllën. Dje? Dje pamjet ka marrë, pamjet ka dalë, gazetarët janë kanë që ju me marrë pamje, por... Besimja, kjo ka shumë rëndësi. Nuk besej që është i hapën. Edhe pse i shdosh, mire ka profa se të shumë edhe napi beson që e kryesi zëtit Abdixhiku. O dalë fotografia ku qesh të gjithë, është një farloj mesazhe. O tjetër ma bet, a nëse është me ngritje dore... Besaj që me dore. S'kemi morë sëqarime në ashtë ju se këta e shumë demokratik. Ajo është lidhje. Po, që është ma e keq që është standard i cilin e ka vendosur vetë Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe po vjen Lomir Abdixhiku... Po, që është thirr vazhdimisht në këto standarde as larta. Po, edhe pishkel standardet e veta. Dhe me thonë është të tërshme, është mare, po të shumë qëllimin e zëtit Abdixhikut është i ku është, edhe pse po shihet që ka dale po lëviz drejt lëvizjeve të vendosje, kështu që pritet me... Abdixhiku? Personalisht Abdixhiku? Po, personalisht. Shqyqa, në momentin që zëtit Abdixhiku... Pa e ka posë rostin me lëvizje të lëvizjeve të vendosje? Po, a ki informacionet brendshme diçka? Abdixhiku po. Abdixhiku edhe disa eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë fillu me u përplas me partitë opozitare, AK edhe PDK, do me thonë kanë fillu me shtru një farë trasejet rrugës drejt lëvizjeve vendosje. E dina që Lomiri është një adhurus shumë i madhe zotit Kurti. Adhurus. Po, adhurus e ka... Por Arlindin kush nuk është pro Albinit, ose kush nuk është me opozitën, PDK-n edhe Aleancën është me Albinin. Ose e adhuran. Ka dajme më së këtë u burë. Analizë, por qëre, qëtëja ke fut katë? Ja Lomir Abdixhiku ka pas mundësi mu bo me vendosin dhe ja kërkush. Me morë shfarë të kërkush. Besa ka mujtë mu bo dhe president Lomir Abdixhiku. Po, edhe plus është shumë e nashta komu bu. E nashta dhe komu bu. Nëse kish pranu e dhe tash shtire komu. Po shkon zjedhe tre ati. Tash këto kalkulimet presidentit. Vende. Ne kemi dy opcione është me rëndësi edhe që kjo pjesë besoj profa e dhe ma mirë, po si pas profa e një këtë proces, po si pas edhe Eugen Cakulli që e për cilë ma te për këtë pjesën i referomi veç Eugenit. Normalisht, për shkak të zgjatjes procedurave, edhe certifikimit rezultateve, edhe më ndeja fotit ankesave kështu me radhë, nëse kjo shtyhet ma te përse sa që janë planifikimet, shumë letë mundët mu kalu edhe data e presidentës. Kështu që automatikisht veni mundët me shku zxedje edhe pa... Që më sta të vjojnë temin që e patë për LDK, po këtu është veç një duhet sharuar. Teknikisht, procesin zgjedhor mund të përfundoj në fund të muajit janar ose javën e parë nëse gjithë shka shkon rregull. Mande janë ankesat. Se kandidatë kandidatë në shpar kanë drejt vetë marku. Pa shkuar atë të pezape, pa shkuar të rezultati preliminar. Ka shumë, rezultati përfundimtar. Ka shumë kandidatë. Pas rezultati përfundimtar ki të një 12 ditë. Qast. Që është e pezape, gjukata supreme. Por kandidatët, për shumë kjo zëtninja Paqarisi, mund me në vetën të fymë, se mi kanë si 6.000 vota dhe me e cu Londën në gjukatë. Qast. Këtu ku me konë të një farë problemi certifikimi. Nëse kalot dota 5 mars, një provat në temen. Një minut për hirë, një kërkes regjisë e kene edhe një foto për një që manipulohet në vota që ma dërgoj zotin Imani, nëse mund të një me vendosë këto në ekran, edhe për fund të përmbyllë me që ato, po. Vesh me përke ki dënimet. Veç të shojmë për LDK-n, cila është. Të LDK-ja. Po. Të LDK-ja, vërtet ka ndodhë një situatë që kur nuk përfaqësën ato që të zedhin, sën në rezultat. Populli ja besojnë një mos të mave, shku kene 17-18%.
të vota, por që për shkak të asoj kryenështësisë se Zoti Abdëziku, as me opozitën, as me qeverin, mbet në pozicion dhe arriti Zoti Kurti që t'i bind edhe elektoratin LDK, sigur të një pjesë për DK të AK-zëtnismes, që gabim për mos krijimin e institucioneve kanë qenë vetë partitë opozitare dhe jo Zoti Kurti. Kështu që unë mendoj që për shef nuk jep dorëheqje, ka gabu që ka thonë du më ofër dorëheqje. Çka i vjen kjo pozici pas teje zotin Imani nëse veç që dështon më shumë partinë e vet? Shiko, shembulli më i mirë në këtë rast është ndeshja nëse keni përcjell Barcelona me Real Madridin. Qa ndodhi me humbjen e Realit, qa të natë u shkarku trajneri. A u shkarku Afredëreqe? Ja, sa Afredëreqe u shkarku. Edhe kë, edhe nëse ju kujtuat, edhe në zjedhet, kërë zjedhet Abdëziku, edhe në zjedhet kërë zjedhet Isa Mustafa në raport me Fatmir Zideve ka pas sigur që fiten. Kështu që Abdëziku ka me hu pashtu kështu. Ku? Në kuvendin e Jo, la harrova. A mund është, do më thonë, me ledzu që ta për shkak temës që i kena, se mu po më do të më këthy krejtin që tonë. Kush do që shton, heq, apo fshin vota, apo në shkrimin, në registrimin në mënyrë të pasakt, vota apo rezultate zgjedhjeve në dokumentat zgjedhore, ose publikon vota apo rezultate të zgjedhjeve, apo të votimit që nuk i përgjigjet votimit të vërtet, ose në një mënyrë tjetër, falsifikon votën apo rezultatën e zgjedhjeve dënohet me burgim prej 3 vjet. Kjo është për qytetarët, për mediat, për... Që janë persona zyrtarë. Pastaj për një ditë është vetëm që shtohet 3 deri në 5 vjet për zyrtarët, për komisionerët edhe... Okej, do më thonë nëse zbatohet që kë, nëse që kë zbatohet, besnik besoj që s'ka me provu ma kërkush, se 3 deri në 5 vjet. Pastaj këtu jo 5 veta. Këtu pastaj ki edhe ato dënimet plotësuese. Po, edhe dënime plotësuese. Po, ato po janë tani përcjellse. S'ka drejt me pozita publike. O, veç Një mandat me nejtë në bërë. Okej, mirë, se për korektësi që me pas ma qartë se që kanë bo këta njerës që nga kanë prunë këtë situatë, ju pret kjo nëse zbatohet ligjë qysh është vendosë. Letë kë, profesor. Diskutojmë nëse zbatohet ligjë, po kjo... Po se për kemi ligjët evropiane. Në nivel normal nuk ishtë dashtë më zbatu. Nëse zbatohet ligjë do të më zbatu. Na do të më tut, apo zbatohet ajo? Po, problemi është na e shohim për shembull ligji për simbolet që nuk zbatohet në këtë Kosovën, edhe ku nuk zbatohet ligji për simbolet, edhe këcen një profesor në universiteti, këcen të hajtë se s'kovojle, Që fillan gjithë shka, hajtë se kjo sështë, Mos me normalizuar. Zarim në ligjë me respektu ligjin. Jo, së në vojnë në zërë ligjë, po çdo ligjë do të më respektu.